Bia Khalifa zhvishet tërësisht nga pjesa e sipërme në pishin. Bia Khalifa ka tërhequr vëmendjen menjëherë pas hyrjes në Big Brother VIP Kosova 4, duke krijuar një moment që ka bërë temë kryesore diskutimi në rrjetet sociale. Menjëherë pas përfundimit të prajmit të parë, ajo vendosi të hyjë në pishin, duke u zhveshur tërësisht nga pjesa e sipërme. Ky veprim i Bias u komentua gjerësisht nga banorët brenda shtëpisë, ndërsa pamjet e momentit u shpërndan shpejt jashtë, duke shkaktuar reagime të ndryshme nga publiku. Disa e panë si një sjellje provokuese dhe tipike të imazhit që ajo mban. Padyshim, ky episod e ka vendosur Bia Khalifën në qendër të vëmendjes që natën e parë të formatit, duke lënë të kuptohet se ajo do të jetë një nga personazhet më të diskutuar të këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova 4, dhe veç kësaj në këtë format kanë hyrë edhe 18 konkurrentë të tjerë. Iqbal Huduti u tërhoq në momentin e fundit pasi kishte bashkëshortin të sëmur.